Dhe me thonë, ne në parim, si të burgosër politik, po flasë, ju e dini që të gjithë këta u të bashkë që kemi qëtë, kemi falur. Dhe me thonë, arsyeja ka qenë se ja kemi lënë që shteti i jonë të mirët me ta, se ne personalisht me ta s'kemi pas asgjë. Dhe me thonë, ne kemi pas koncepte të ndryshme, ne kemi pas koncepte në lirisë, pavarësisë, ata kanë pas konceptin e robërisë. Dhe kështu që atëherë shteti duhet të mirët me këta, jo individi, se personalisht me asnjë s'kemi pas punë. Dhe si të tillë, ne kemi një ide, dhe më thonë, demacione ta quaj kështu, atë që adem gjithmonë ka thonë që duhet pas kujdes, sidomos me shqiptarët, se ende nuk kemi vedijet lartë shtetënore edhe kombëtare. E çka mendon që duhet me bë me këta persona prap? A duhet me bë ligj ilustrimi që Po, ligj ilustrimi duhet bëhet në të ardhmen afër, besoj që A mund më shpjegoj për ata që se të kuptojnë çka është ligj ilustrimi? Po ligj ilustrimit është ata të cilët kanë punuar, domethënë në sistemin jugosllav, sistemin serb kanë punuar dhe kanë punuar në kundër interesave kombëtare shqiptare këtu në Kosovë. Dhe ata për shembull bëhet një ligj, shkruhet një ligj, edhe ata nuk mundin me marrë shprehjen e institucione. Ma spakte, dhe me thonë, një farloj masën dhe shkuse të aqunë, se s'munde me qenë edhe atëherë me punu dhe tash. S'munde rehabilitus, po. Po, dhe me thonë, edhe fatë mirë, për ndryshe nuk ka masa tjera. Nuk duhet të ketë, si pas mendimit tim, nuk duhet të ketë masa tjera, sepse ne kemi qenë robëri në përgjithësi, edhe pastaj dikush ka menduar se ashtu duhet të jetohet. Dhe thonë, edhe është gabim i njerëzve, sepse është një pjesë, gjithmonë lëvizjet i nisin pak njerëz. Ato i lëvizjen e pastaj populli shkon mbrapa tyre kështu me radhë. A pajtohesh me këtë thonjë një herë shpion të ri të shpion, profesor? Po shikoni këto agjentura, këto sene këto janë të sofistikume. Nëse njeri e pranon, punon diçka të tillë, do të thonë për të huaj, nëse punon është i lig. Si njeri i lig, do të thonë se njeri nuk duhet me punu. Mundet me dëmtu vetin, po me dëmtu shtetin dhe kombin është shumë problem. Në cilën me ndonë me ritmin është e rëndë? Këtë është problem se pasoja pastaj ka edhe historike. Kështu që ne kemi kalu një katrahuar të jashtëzakonshme dhe duke falendëruar ushtrisë shqiptare dhe djemët e ushtrisë shqiptare, të cilët kanë sertifikuar se djemë të lirë, së bashku dhe me thonë me miqtë tonë ndërkombëtar, respektivisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë qenë prijetarë, që na kanë ndihmuar pastaj, përveç lirisë, na kanë ndihmuar edhe ndërtimin e institucioneve, të cilët sot kemi do institucione shumë të rëndësishme, edhe janë komparative ose janë të krahasueshme me institucionet në ish Jugosllavi që kemi qenë. Do të gjiti për provën, po besoj për pëlqen. Po profesor, aja thonja që thash më herët një herë shpion të rritën shpion, a mendon që këta që kanë punu për UDB-n, dhe me thonë, ka mundësi me reaktivizu, apo janë veç më tash të reaktivizu? Me që na i kena rehabilitu? Nuk ma merr mendja, dhe me thonë nuk ma merr mendja. Kur them na shteti, jonë? Nuk ma merr mendja, ne kemi sot një institucion të cilën që më përmenë dhe ti një pjerë hartuesve të kushtetucës, nuk jam krejt kushtetutën se kom hartu. Një prej, po dhe? Po, e kom hartu këtë pjesën e sigurisë kombëtare që është për policinë, ushtrinë dhe AKI-n. AKI-ja shumë e përgatitur, unë e përcjelli, dhe më thonë, e punët të tyre, dhe më thonë, është një prej institucione shumë të rëndësishme në Kosovë dhe shumë e përgatitur, që nuk ka mundësi, dhe më thonë, dikush të infiltrohet në rastet e veçanta. Për çka mendoni për atë thonjet e tij, për shembull që ka thonë unë kom punu për Shikun, unë kom punu për Kadri Veselin, unë kom punu për AKI-n. Po mirë ka punu ai. Kështu para lufte, unë ka qenë një parti parlamentar, atëherë në shtadinin është ajo. Edhe me Basinadem një pas kryetar, e tani i theshëm... Edhe idol, si ke që po. Po, idol, absolutisht. Na jem të edukum në qatë frymë, po. Absolutisht, po. Edhe tani i thanëm se i bigi do njerëzve, në kryesi, i theshëm Basinadem që ta mdokët, edhe na zdishëm, se na ishim tri, Basinadem që ta theshëm mdokët që kanë punu para ta, te keme basë, në shtud në reke shpinë, te tash kanë punu para ta, tash punojnë për neve, hajt, qështu. Dhe më sa kur gjo, ban me... Ka po me punu dhe për neve ka paka? Po, apo tanë, to ka qenë se na histori kesh, dhe me thonë edhe patriotet më të mëllajt tonë. A i ke besu ti aty me thonë një profesor që ka thonë këm punu, në shtatë s'ka punu heq ka thonë? Nuk e marrë me thonë, dhe me thonë nuk është në një rast ose në një faktor për me marrë me këtë kategori, absolutisht. Këtë se është bërë shumë e mollë, bërë? Jo, për kur që marrë me këtë kategori, është kategori e cila nuk është qështje, nuk është rast... Po me profesor e Vera Asonin, i shkretarën e gjykatës kushtetuse, keni thonë që është argati shehullit në statuse kështu? Apo kupton, pak, dhe me thonë, në statuse kemi bisedu në këtë drejtim, por është problemi që ajo është një intelektual,
është një integral pak i nëzituar.